Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka al Mustafa wa alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderim të nësi takojmë vetëm Allah subhanahu wa taala, ose ati përgjëron që të lavdëroj dhe të begoj dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e tij të pëzgjedhur. Të ndohë vëllezër, përpjekjet e tona në jetë për me i përcaktuar synimet e tona në qoftë synimet mëdha ose synimet vogla, që kjo përpjekje na përcakton realisht në jetë na kush jena. Domethënë, kur e përcakton çka po do me bë, ku do me mbërri, ku po do me arrit një diçka, pavarësisht mënyra se si po e përcakton çat, edhe se si po e ndon si synim tontin, pavarësisht ka zonë kush je. Mirë, po shpesh ne përcaktojmë disa synime edhe i konsiderojmë sikur janë synimet e tona të mëdha në jetë. Mirë, po realisht ato krejt bashk janë synimet që na shërbejnë për me artin një synim tjetër. Dhe shpesh na konsiderojmë që kur mrrimit e që ky synimi i parë kena arrit shumë. Por realisht ky synim i parë, pa u kanë në 3 synimet e tjera, 4-5 të realizuara, krejt bashkë me artë krye synimi, realisht domethënë mumi më kanë në ngjarje të dështimi dhe jo në ngjarje të arritjes edhe të suksesit. Saktësisht, nëse analizojmë shumicën e synimeve tona të përbashkëta të njëjta që kena, domethënë që to nuk po marr shkas me menu edhe me spekulu do një synim shumë të largët. Çato synime që kena në jetë, nëse i kishmi po këtë bashk, edhe kishmi analizu, e përbashkëta këtë synimeve tona është një synim final, që realisht këtë që ato i bomi përmarë që aty, është përmbushja. Domethënë, ti një jetë për shembull e menon fjallabie shkollimin, e menon punën, e menon punësimin, e menon idarën e mirë, e menon mirëqenjen, e menon atë dhe këtë, këtë të bashkan, mu konën njëri që po përmbushesh një jetë. E menon mu martu, me pas familje, me pas rreth të mirë. Këtë janë synime, mirë po këtë të bashk janë rrugë për një synim më të madh se ato, që është domethënë përmbushja. Shpesh ndodh, të vëllezër, që njëri mrrin deri tek synimi, mirë po prap megjithatë sikur është i dështuar. Megjithatë sikur është domethënë i dështuar saktësisht. Ose i ki mrrin shumicën e synimeve, po nuk i ki mrrin krye synimin, ose kur e ki mrrin synimin më të madh, sikur se ke shiu, sikur s'ka bë dobi, sikur nuk e konën në vlerën domethënë që ti e ke mendu. Çka ndodh ose pse ndodh që na mumi me mrri shumë në jetë edhe prap mos më pasën çket përmbushjen, mos më pas çket arritjen, çket suksesin e kështu me radhë. Zakonisht nëse analizojmë, mungojnë dy përbërës. Domethënë, e ki bë shkollën, prap si i përmbushur. E ki gjetë punën e mirë, prap si i përmbushur. E ki familjen e mirë, prap si i përmbushur. E ki shoqërinë e mirë, prap si i përmbushur. I ki ndoshta të hyrat më të mira që ndoshta të tjerë xhelozojnë për mi pas të hyrat e tua, prap nuk je i përmbushur. A thua çka mungon që nuk je i përmbushur? Zakonisht janë dy sene, ose njëna ose të dyjat. Zakonisht janë dy sene, nëse çto mungojnë, arritjet nuk përkthehen, domethënë në përmbushje. Madje edhe në udhëzim. Po është e vërtetë. Elhamdulillah ke 10 vite udhëzim, mirë po ka gjallë që mundesh më koni pa përmbushur. Madje mundot një vëlla musliman më kanë që 2-3 vite i udhëzum, po çat shumë Allahu i ka dhënë përmbushje, ti mundesh mua bëj ç'është e mundur kë me pas këtë yakin, këtë istikame, këtë devotshmëri, këtë kuptim të saktë kuptimeve të fesë. E ku diun çka? Ky me 2-3 vjet ti me 10 ose 15 ose 20 vite nuk e ki. A ka gjallë që problemet të formula apo të mungu diçka? Ka gjallë që janë të mungu njëna për këtyne 2 përbërësve që është domethënë thelbi i kësaj ligjërate. Ndoshta e kisha pas më të lehtë me e trajtuar këto 2 përbërës jo kur mungojnë, por kur janë. Jo nga këndvështrimi i mungesës, po nga këndvështrimi i pranisë. Kur i kena të pranishëm çish është me to, edhe më pastaj çish i bë domethënë kur të mungojnë. Për shembull, ndodh që 2 palë njerëzish mi pas të njëjtat arritje, edhe të njëjtat realizime, por jo të njëjtat suksese dhe të njëjtat përfitime, mundot më konë. Ose a mundot për shembull 2 persona mi pas të njëjtat realizime, të njëjtat arritje, po pastaj domethënë me dallu sikur dita për natës në përfitim edhe domethënë në sukses. Domethënë, arritje dhe realizime të njëjta në shkollë, po jo edhe suksese dhe përfitime të njëjta pastaj për të njëjtës shkollë. Ose arritje dhe realizime të njëjta në punë, po jo pastaj edhe në përfitim dhe në sukses. Të njëjta në bashkësi, po jo edhe në sukses. Po edhe të njëjta domethënë në udhëzim, që arrin edhe realizon shumë çka në udhëzim, po pastaj domethënë nuk ka domethënë sukses edhe përfitim. Çka ka mungu? Çka ka mungu që suksesi arrir mos me pas shije, që suksesi arrir mos me pasën domethënë të njëjtin përfitim, zakonisht janë 2 gjëra vëllazni. Ose është el baraka, i ka mungu bereqeti, ose është el afia, i ka munguar afijeti, domethënë rahatia. Domethënë, mundesh mi mrri kejtsen e të kësaj dynjoje.
gati bon zerra si mos kesh bereqet edhe si mos kesh afje. Si mos kesh bereqet edhe si mos kesh afijet, do më thonën më konën rahat. Saksisht, ajo që jep ngjyrë, ajo që jep shije, ajo që jep do më thonën domethënie, ajo që jep kuptim arritjeve njetë, është kur ato shoqënohen me bereqet edhe shoqënohen do më thonën me rahati. Ndaj sot do ta kem një përpjekje me e trajtu bereqetin edhe afijetin, do më thonën me pas bereqet njetë edhe më konë rahat njetë, kuadër të ajetit të 22 të surës e Zumer, e që realisht ajeti flet për një lloj bereqeti edhe për një lloj rahatie që ka të bëjë me udhëzimin. Me për ardhen të çaj afijeti edhe bereqeti i udhëzimit njerë duhet me bë trajtesën e përgjithshme, që mund të kuptuar konceptin e nocionin në themelët e veta, pastaj me lenë Allahut me dalë te ajo pjesa që është domethënë thelbësore. Thot Allah subhanahu: "Afaman sharaha Allahu sadrahu lil-Islam fa huwa ala nurin min rabbih." Thot a barazohen ata të tjerët. Ju e dini në këtë ajet kush janë të tjerët. A barazohen ata të tjerët me këta të cilët na ja u kena xhanu gjoksin. Ja u kena xhanu gjoksin për të vërtetat e Islamit, edhe ju kena dhënë një farë nuri. Ju kena dhënë sharh. Sharh është, domethënë, prehja e gjoksit, është rahatia e shpirtit. Po, fetar, këtina fetar. Veç njëri e ka shumë me shpirt atë pune. Njëri e ka me shumë prehje, njëri e ka fen kësime të shtyme. E thot Allah azza wa jalla, a barazohen ata të cilët fetarinë e tyne e kanë me prehje të gjoksit, me zgjenim të gjoksit, edhe me një lloj drite prej Allahut. Që kjo drita realisht është dija që Allah azza wa jalla probë, domethënë të tij, thot fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Mirë për ata të cilët nuk ju zbutët zemra kur përmendet Allahu, që i kanë zemrat e vrashta. Po nxirrë si paralele, këtyne që në udhëzim ju mungon ash-sharh edhe an-nur. Edhe pastaj thot Allahu azza wa jall ulaika fi dalalin mubin. Këta padyshim janë në një humbje të qartë. Saksisht, a mundu më barazu ata të cilët e kanë zemrën shumë të ngushtë, ata të cilët e kanë gjoksin shumë të munum, ata të cilët kur ju vjen e vërteta sikur se ja u prish jetën edhe prehin edhe rahatin, a mundu më barazu këta me ata të cilët në raport me të vërtetat e Allahut, në raport me të vërtetat e Islamit, e kanë gjoksin shumë gjon, janë shumë rahat, bindën shpejt, nënshtrohen shpejt, ndreqen shpejt, i nështronë Allah te bareke ve teala, edhe kanë një lloj drite dhe nuk jetojnë të hutuar në jetë. Nuk jetojnë domethënë të hutuar, mirë po jetojnë domethënë me dritën që jep Allahu subhanahu wa taala. Do të vëllazër, çka ajet ka shumë këndë ka mundur të trajtu. Mirë po sot kam tendencën me trajtu në kuadër të çdo dy nocioneve, ash-sharh edhe an-nur. Domethënë, në diçka që quhet në arabisht ash-sharh, që ka të bëjë me zgjerimin, që ka të bëjë me prehjen. Kjo kur domethënë e ndjen sikur se gjoksi tu ka xhanu, edhe kjo e dyta që ka të bëjë me nurin, që ka të bëjë me domethënë dritën. E bëjmë një investigim të vogël për me ujtë me pa Kur'an, çysh ne ka përmendur Allahu subhanahu wa taala fjalën ash-sharh, nocionin e sharh, e që realisht sharh edhe nuri o bereqeti i udhëzimit. Sharh edhe nuri është bereqeti i udhëzimit edhe afijeti i udhëzimit. E pastaj domethënë kemë trajtuar edhe nga këto vështrimet e tjera. Thot Allahu subhanahu wa taala ajeti i parë, sikur kjo ajet realisht e komenton, kjo ajet në surën Al-An'am, sikur e komenton ajetin e surës Az-Zumar. Thot Allah subhanahu: "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Kur do Allahu dikan mëllzu, kur ja do Allahu dikujt të mirë, ja zgjanon gjoksin për Islam. Domthon një këshill aty i krym punë. Një ders ndreçet bëhet këtë çetë njëri. Një hadith merr komplet kohë tjetër jeta. Se Allahu pja do të mirën, Allahu të dash me udhëzu. Qysh po e merr vesh ty që Allahu të dash me të udhëzu, e vren sa je i lehtë në pranimin e të vërtetave. Sa je i lehtë për me pranu çket ujë, domthon toka e vrasht, që s'pe pranon kur qysh ujin. Ajo çetër toka pjellore e pranon. Edhe rrjedhimisht bin shumë çka me lenë Allahu subhanahu wa taala. Tash Allahu subhanahu ka zonë të kundërtën. Thotë: "Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja." Kur do Allah subhanahu wa taala me deviju dikan, ja ban gjoksin të ngusht dhe fort ngusht. Dy herë e ka përdorur nocionin ngushtësi. Domethënë, ja përmend vdekjen ai bëhet keq. Ja përmend tobën ai bëhet keq. Ja përmend pasimin e sunetit, domethënë terror gjithçka. Ja çel temat më humor me vetveten, dhe ja përmend problemet e veta reale, domethënë bëhet keq. Këtë rast domethënë shenjë keqe që Allah azza wa jalla nuk ta ka xhanu, domethënë gjoksin. Ka annama yas'adu fi as-sama. Aty që shekon ngush gjoksin, sikur më kon të hyj nal në qiell. Sikur aty kur ja nis mi mungu oksigjeni.
Domthon bëhet keq, e kop stres. Pse po ballafaqon me atë që ai duhet më përmirësu. Thot kedhalika yaj'alullahu ar-rissa 'ala alladhina la yu'minun. Kështu Allahu azza wa jalla e bën pislukun si karakteristikë e atyre që nuk besojnë. Keni vëmendjen çdo. E kena dy herë të përsëritëm dayiqan haraja. Dayiq arabisht është ngushtë. Haraj prapë është ngushtë. Omeri radiallahu anhu është bërë kurrështar, thonë, pse Allahu ka thonë dy herë ngushtë këtu? Edhe shkon edhe vet, edhe i thot dikujt sikur se ka përmendur Imam Taberiu, ka thonë shkon xhemani një bari, një çoban I cili I run dhënt na për viset e largta, edhe shkoni ma sjellni këtu. Edhe sjellin edhe e pyet, thot mal haraja. Thot shkon që kjo al haraja, se tash Kurani ka zbën gjuhën arabe, në gjuhën atyre nomadëve dhe në gjuhën atyre arabëve që kanë fol pastër arabishtën. Edhe tash ky çobani nuk është ndikuar nga qytetrimet e tjera dhe arabishtën e tij çashtu çu dihet. Edhe I thot, çka është al haraja në arabisht? Ai thot, unë ma temën te puna jeme atje në përfusha, thot haraja që ajo pema që është mesin e pemëve, që është pemë shumë e thatë, edhe shumë e gjemba, tek të cilat pemë as bariu s'mundet me mrri, as domethënë gërsinat nuk mundën me mrri, as uji nuk mundet me mrri. Që aty ku nuk mrrin kur gjë, çasaj na thomi haraja, domethënë na kur dolmi me kullotën. E Allah azza wa jall po thot, kur Allah azza wa jall nuk ja do hajrin dikujt, ja ban zemën haraja, kur gjë si ban dobi mati. Domthon ngon, vjen, shkon, këshillohet, lexon, sheh, Allah azza wa jall sprova, I çon I brete, I çon situata trona të jetës, po prap nuk I ka situata për me reflektu edhe për tu përmirësuar në raport me Allahun subhanahu wa taala. Domthon ne kena një gjendje që quhet sharh, ku është gjoksi I gjon për me pranuar të vërtetën. Edhe kena një haraj, kur është gjoksi ngushtë për me pranuar domthonën të vërtetën. Ajeti I dytë thot Allah subhanahu. Thot men kafara billahi min ba'di imanihi. Ata të cilët e mohojnë Allahun pasi që kanë besuar. Edhe tash kjo është, domethënë ata të cilët janë qafira dhe janë pabesimtarë. Në përjashtim thot, ila men ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Përpas atij që detyrohet, imponohet me bë kufër, me gjuhë, po zemrën e ka rahat në iman. Zemrën nuk ka thonën e ka imanin në zemër, mutma'in, ka thonë e ka zemrën shumë rahat në iman, nuk e ka thjesht nashta dhe kjo mund të më kanë e vërtet. Mirë po zemrën e ka domethënë rahat në iman, thot walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adhabun adhim. Thot mirë po mallkimi I Allahut edhe hidhrimi I Allahut është për ata të cilët e këtë ka përmend fjalën sharh, zgjenim të gjoksit, ata që ja kanë xhanu gjoksin kufrit. Ata të cilët domthon te kufri janë shumë të relaksuar. Te kufri janë domthon shumë me prehje edhe shumë domethënë me rahati. Domthon e kena një gjendje wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Zemrën e ka rahat me iman. Edhe gjendja e dytë, walakin man sharaha bil kufri sadra. Ai që gjoksin e tij ja ka xhanu domethënë kufrit. Ajeti I tretë është ajeti I njohur për ju, alam nashrah laka sadrak. A nuk ta kena bën sharh, a nuk ta kena xhanu ty gjoksin o profet dhe kjo I dedikohet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ajeti I 4 kur Allah subhanahu udhzon edhe porosit Musa alayhis salam me shku me bë davet te faraoni, I thot idhhab ila firauna innahu tagha. Shko te faraoni dhe bani davet se I ka kalu kufit. E pastaj I lutet Allahut azza wa jall Musa alayhis salam dhe thot rabbi shrah li sadri, o Zot mas xhano gjoksin. O Zot mas xhano gjoksin. Wa yassir li amri, edhe lehtësoma çështjen time. Lehtësoma punën time. Keni vëmendjen? Musa alayhis salam po lutet për zgjenim të gjoksit, para se mu lut për më letu Allahu punë, sikurse jipët mundon kuptu, që me një punë si ta qelë Allah I zemrën, si ta qelë Allah I gjoksin, prit se kanë më bë punë të lehtë. Një punë si ta shif që shkon shpirtnisht si zor, ka gjaz domethënë mos me pas sukses edhe mos me pas domethënë bereqet. Ajo që kisha pas dëshirë me reflektu, edhe këtu me fillua pikërisht trajtesën tonë. A kena menuar ne ndonjëherë ndo vëllezër? Pse neve na shkon kanë fetaria dhe udhëzimi pak si me zor? Pse neve non stop do të më na fol dikush, non stop do na këshillu dikush, mos më ngun një javë, dy javë ders, më njerë ndryshon realiteti jonë kështu më radh. Pse kena fen si me të shtyme? Pse domethënë në kuptimet fetare nuk I kena stabile dhe kuptime të plota dhe me shumë prehje, shumë me rahati. Për shembull, njëri kur është rahat me një punë të mirë, a mendon çdo dy javë që mos po mbe motivi për punë? A ki dëgjuar dikush I cili ka sukses me një punë? Edhe me thonë, nëse ne nuk motivohem çdo javë për me majt veten në punën, nuk e di, ndoshta më me u punën. Nuk është e vërtetë. Njerëz rrin 10 vite, 20 vite me një punë të mirë. Pse ti s'po mundesh me nej 10 vjet, 20 vjet në kuptime të sakta të fesë, edhe në çiket prehjen e fesë, edhe në çiket përkushtimin te Allah subhanahu wa taala, edhe në farzët, edhe në ibadetet, edhe në sunetet e fesë Allahut.
Kjo ka gjaz domethënë me na bë që realisht me pa që ky zgjenimi i gjoksit. Keni vëmendën te këtë ajete që përmendën, zgjenimi i gjoksit po vjen me fetarin, me udhëzimin dhe me profecinë, që i bie domethënë si ti je fetar i mirë, duhet më kon me prehje. Si ti je fetar i mirë, duhet më kon shumë rahat. Nuk duhet me ekzistu fetaria sikur domethënë është e sforcume, edhe është domethënë e fryme. Le ta investigojmë edhe nocionin e nur, e që realisht me këto dyja pastaj kompletohet domethënë kjo çfarë do të përcjell si mesazh. Nocioni e nur, dritë, në Kur'an ka shumë. Mirë, po unë po duam të citoj vetëm disa ajete që ka nurin kontekstin e udhëzimit. Nurin kontekstin e udhëzimit. Thot Allahu Azza wa Jall: Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është kujdestari i atyre që besojnë, i nxjerr pi territ në dritë. I nxjerr prej devijimit nurën, hidayat edhe në udhëzim. Domethënë nuri është udhëzimi që Allahu te barekuhu te ala. Domethënë ndodh lloj-lloj teme, lloj-lloj komplikimi, lloj-lloj rrethane me t'josh. E keni nur pi Allahut, ti nuk devijon. Jo pse ti domethënë s'ke mundësi me deviju. Rrethanat mundesh mi pas më të mëdha me deviju se sa do të tjerë që devijojnë me të pak. Ata e kanë një joshje dhe devijojnë, ti ke 100 nuk devijon. Është dritë prej Allahut te barekuhu te ala që mos me deviju. Thot Allah subhanahu: Rasulan yatlu alaykum ayati Allahi mubayyinatin liyukhrija alladhina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur. Ne kemi dërguar një profet i cili u reciton juve ajetet e Allahut. Edhe me këto ajete është përpjekja mi nxjerr juve prej, domethënë ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, mi nxjerr prej errësirës, mi çu domethënë në dritë. Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. A mundu më barazuat atjerët me dikë që ishte i vdekur dhe ne ngjallëm dhe mos e ngjallëm ja dham një dritë me të na i hec mesin e njerëzve. Hec mesin e njerëzve, tjerët janë tërti janë dritë shkaku i udhëzimit të Allahut te barekuhu te ala. Wa kadhalika uhayna ilayka ruhan min amrina. Ne ty të kemi shpall o profet prej nesh frymëzimin edhe shpalljen. Ma kunta tadri mal kitab wala al iman. Ti më përpara se ke ditë çka është libri dhe çka imani. Më përpara nuk e ke ditë çka është libri i shenjtë edhe çka është imani. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Me po ne e bëm një lloj drite me të cilën udhëzojmë kanë dojmë na prej robëve tonë. Kanë dojmë na me udhëzu, e udhëzojmë me këtë lloj drite, o innaka la tahdi ila siratin mustaqim, dhe ti me të vërtetë udhëzon një rrugë të drejtë. Keni vëmendje, këto ajete ja japin çka domethënie. Kjo është një dritë me të cilën na udhëzohemi kanë duam. Kjo është një dritë me të cilën Allahu Azza wa Jall domethën udhëzon. Po duam të shkojmë drejt për drejt, edhe me ik nga tendenca për mos me i lëndue vllaznitë e udhëzum, po s'kam çfarë pa bënë çdo të tillë. Domethënë, nëse ti ngon dersa dhe bindesh, ose nëse lexon edhe të shtohet imani, nëse vën dersa dhe ripërtrihesh, nëse merr këshilla dhe përmbushësh, nëse bën dhikr edhe ripërtrihesh, nëse për shembull mediton edhe ngritesh, nëse e shton dijen edhe e ndjen një lloj sigurie, nëse ke ngjarje udhëzimit, është çështu, ti jetë ngjarje e sharh edhe e nur, fetaria jote ka bereqet, edhe ka afje. Mirë, po nëse një gjë e tillë nuk ndodh, për shembull, i praktikojmë gjunat, po nuk lumturohemi. Përkushtojmë forze, po nuk vremi ndonjë ndryshim, atëherë domethënë, fetaria e dukshme ekziston, po mungon ç'ky sharhi edhe ç'ky nuri që përmend Allahu te bareke ve taala. Kështu që kjo më detyron më kthyer një herë te hymja që banon fillim. Se realisht hymja ka të bëjë pikërisht me gati kuptimin ton për çka pjesën çka duam të theksu. Domethënë, njeriu arrin shumë synime, por pastaj nuk përmbushet. Njeriu arrin shumë suksese, po pastaj nuk i përkthehet në përmbushje. A ti ndodh kjo shpesh herë domthon njerëzve fetar? Fjala bie ngon ndoshta me mira derse, ndoshta ka një fetari ndukje të jashtëzakonshme, me po ku vend domethënë për realizim edhe për atë far kajmakin edhe për atë shijen më themelore dhe më të rëndësishme të ketë asaj, domethënë i mungon. Sa mund të mungon keq kjo se o të mungon anjona për çantë dyja vesh tham, janë përbërës jetik, bereqeti edhe afijeti. El baraka edhe el afia. Qysha ka mundsi njeri mu kon fetar mos mu kon rahat. Po, njerëzit që hinë të rifarmendimit kot, as ju ka prish rahatia pikërisht mos janë udhëzu? Nëse dikush për shembull udhëzohet sunet, edhe pin sunet bëhet ekstremist, ç'ky ekstremizmi as ja prish rahatien? Nëse dikush për shembull e kupton akiden e selefit, pastaj pita akidja e selefit i bëhet lëmsh në krye, kush është musliman dhe kush nuk është musliman. Edhe i krijohet një lloj, domethënë tollovie mrena që këtë botën e shes si pabesimtar. Ky s'është rahat. Ky s'është rahat në shpirt. Imagjino që s'ka më kon rahat ditën e gjykimit kur t'japë llogari para Allahut te bareke ve taala. Kështu që nuk është synimi krejt veç me mbrritjen e fetaria, po me shumë me mbrritje fetaria me afie edhe me baraka.
Mos i të bësh fetar që feja jote me pas edhe bereqet, edhe me pas domethënë afet. Për afërsisht është sigurisht se ajo fetaria e pleqve të së kalumës, që ndoshta s'kan pas shumë dije, po ndoshta edhe nuk kanë pas shumë dispozita si kanë ditë. Mirë, po çat që e kanë ditë e kanë pas me bereqet, edhe e kanë pas me rahati. Çat pjesë të fejes që e kanë realizuar, e ka pas me bereqet, edhe e ka pas domethënë me afie. Kështu që el baraka edhe el afia kur mungojnë edhe në fetari, edhe në udhëzim, domethënë ja hupin shijen, ja hupin ngjyrën, ja hupin domethënë. Çfarë kuptime kanë këto dy fjalë? Ka shumë trajtesa gjona, nuk po duam me marr kohën. El baraka kanë thënë dietar, hiya thubutul khairi wa dawamu, au kathratul khairi wa ziyadatu. Bereqet në gjuhën arabe i thuhet, ku një punës, një hajr të ka ardhur, mirë po ai hajr, ajo mirësi, mos i të ka ardhur, u kon stabil ose u shtu shumë. Saktësisht njërin për dyjave. Domethënë, ose e keni të mirë, e ki bereqet, e keni punë, domethënë stabil, ajo ka bereqet. Ose shtohet. Ndërkaq nëse i hub shtimi, edhe i hub stabiliteti, mirësinë e ki, po bereqetin se ki. Hajrin e ki, po bereqetin ati hajrit nuk e ki. Ndërkaq el afia, kanë thonë dietarët, është as-sihhatu min al-ilal wal balaya wal fitan. Thot afia i bë mu kon rahat pi smujave, prej belave dhe prej sprovave, edhe prej trazimeve. Domethënë, ndonjëherë ti kim rri krejt, amo rahat nuk je. Ndonjëherë i ki ëndrat e jetës që ki punu për ato ëndra 20 vjet, mirë po mas i kanë ardhur të ka hup rahatia. Mas i të kanë ardhur, domethënë të ka hup rahatia që i bie je i dështuar. Ani pse e ki, mirë po realisht domethënë është një farë dështim. Për shembull, po nis mu pitë dersi. Ders me afia edhe ders me bereqet. Domethënë ders me afia është një ders që ti vën ders kur gjë nuk mbështjellet. Veç ka të shtot imani, veç ka domethënë stabilizon kuptimet e fesë, ky ders i rahatshëm. Ders me bereqet është një ders që ndoshta një fjalë e dikujt pi selefi që përmendan ders, të ka dhënë shumë horizonte për jetën. Kjo është ders me bereqet. A ka ders pa bereqet? Po ka ders pa bereqet. Ndoshta 10 edhe 100 javë ke shkuar në ders, mos promti 0 është rezultati, mos flasmi që del me lamsh. E që realisht aty bie që janë ders pa afie. Ders domethënë pa domethënë rahati. Kështu që ne momi një rregull të jetës. Secilën punë në jetë, përmbushja kulmore është kur dëvënia e mirë dhe është e shoqëruar me afie edhe me baraka. Çka do të që ta ka dhënë Allahu? Nëse ta ka dhënë bashkë me çat mirësi, ta ka dhënë edhe afietin, edhe bereqetin, të ka dhënë Allahu shumë. Për shembull, në familje që ka shumë konflikte, ka shumë hasmëri, një familje që çdo ditë domethënë grinden mes veti, çdo ditë kanë urrëtie mes veti. Edhe për sanin më të vogël krijojnë konflikte ku diun çka. Ajo mund të mungon familje me mirëqenien financiare që ndoshta këtë qyteti flasin për ata, ama ata rahat janë. Ata rahat nuk janë, bereqet nuk ka. Ndoshta mos flasmi që ndoshta kur si kanë pasur të mirën kanë shumë rahat. E kanë dashur shumë njëri tjetrin, janë respektuar shumë njëri tjetrin. Mirë po domethënë ja kanë lyp Allahut në diçka, po kanë harruar ja lyp me afie edhe me bereqet. Kanë harruar ja lyp ose se kanë ditë që do të më lyp Allahut. Krahas asaj mirësie që ai të synu, më lyp Allahu subhanahu wa taala edhe afietin, edhe domethënë bereqetin. Ose për shembull, mundosh më koni punësuar në vend, puna është shumë e mirë, vendi punës është shumë i mirë, rrethi është shumë i mirë, rroga është shumë e mirë. Mirë po fjala bie ndoshta thjesht një përbërës aty ta prish ti këtë rahatin. Ta prish këtë rahatin edhe ndoshta këtë njerëz të këshillojnë që të mos me praktikë punën, po ndoshta ti në atë punë domethënë nuk je domethënë rahat. E njëjta është domethënë në shkollim e kështu me radhë. Kështu që bereqeti edhe afieti kur e shoqëron një mirësi, edhe kur është pak ajo mirësi bëhet shumë. Kur ki diçka me afiet, edhe kur o pak bëhet shumë. Dhe kundërta. Kur ki shumë, po ki pa bereqet edhe pa afiet bëhet pak. Kur ki shumë, mirë po pa bereqet edhe pa afiet, domethënë bëhet pak. Për shembull, dikush synon edhe ju ka bë fiksim mu bë njëri autoritetshëm edhe i pushtetshëm. E ka ëndër njët mu konën njëri i pushtetit ose njëri që bëhet me gësht kaj ose njerëzit domthoni i drejtohen e kështu me radhë. Edhe ka ëndër, e ka synim, jeton edhe rritet me këtë ide. Edhe ndodh që bashkë kur ti vin ky sukses, bashkë kur ta arrije kët, i vin sprovat, i vin belat, ja nisin tradhtit. Ja nis mu thy emocionalisht nga rrethi vet që e tradhton. Pastaj ndoshta ndodh që edhe rrethi që e kanë dashur i largohen. Ose i shtohen pasiguritë për familjen, i shtohen rreziqe të kështu me radhë. Realisht domethënë ky kështu me anën e dynjas që konsiderohet i suksesshëm. Mirë, po në mungesë të rahatisë, kjo është i pasuksesshëm. Në mungesë të paratisë, kjo nuk është i suksesshëm. Ani pse realisht kanë mi thonë zotni filani ose ky që e bart
këtë post edhe atë post, ku diun çka. Ky realisht nuk është rahat. Edhe realisht nuk është domethënë i suksesshëm. Ose për shembull, nëse dikush synon mu boj pasun, edhe ndon se mundet me pas një mirëqenie. E që kjo është smuja e kohës. Shumica e njerëzve kanë një mirëqenie, po s'janë rahat po u bë të pasur. Ndërka shumica e gjyshërve, edhe prindërve, edhe pararzëve tonë janë konë të lumtur edhe rahat, edhe të shëndosh, edhe me bereqet, ndonëse nuk janë konë të pasur. Janë konë njerëz që kanë pas një mirëqenie, një dore kështu me radhë. E tash, ndodh që njerëzit ju bëhet fiksim u boj pasur, ani pse kanë një mirëqenie, ndonëse nuk është domethënë i pasur. Edhe e kthen ëndër në synim e ku diun çka. Pastaj, heme një jetë që është jetë tjetër, aty ka konkurrencë, aty ka konkurrencë të egër, aty ka përplasje, aty ka fjala bie për shembull, dikush ta merr një pasuri, ta kthen, dikush ta vanon, ka stres, ka nervoz, ka pagesa të larta, ku diun çka, edhe pastaj nis shumë çka në jetë me ndryshuar e tij, që nuk e ka çat rahatin që ka pas më përpara. Realisht ndoshta knena e ka arritjen, po nuk e ka domethënë afiyetin, edhe nuk e ka bereqetin që domethënë është prej gjëra më të mira në këtë botë. Tash, kjo trajtesë, a është thirrje mos me pas synime? A jam duke trajtu këtë temë që nuk du të më kanë ambicioz? Jo, nuk jam duke e bo një gjë të tillë. Thjesht jam të thonë, çato shka i synoj bashkë me bereqet edhe me afijet. Apo do mi mbri, mos i mbrin llogarit bereqetit të afijetit. Mos thuj, veç mbrit e parët edhe nëse më hu pra atia. Veç mbrit e posti edhe nëse më hu bereqeti. Jo, se nuk është sukses kjo. Në më thonë, nëse ti mbrin shumë, po e hub familjen, nëse ti mbrin shumë, po e hub shoqnin, nëse mbrin shumë, po e hub shëndetin, nëse mbrin shumë, po e hub ratien tonë emocionale, në mënë ti realisht ki mbrin, po edhe ki dështu. Ki mbrin numerikisht, në duke, mirë po në thelbe dhe në esenës dhe më thonë, nuk ki mbrin, shu që nuk ka diçka më të bukur njetë, më të këndshme, më të përkryer, se sa mirësia mu shoqnu me bereqet dhe me afje. E shënoni Imam Ahmedi, Imam Tirmidhiu, që Albani thot që hadithi o sahih, që Abbas ibn Abdul Muttalib thot i kom thonë të dërguarit të Allah sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, allimni shay'an as'aluhu Allah azza wa jall. Më mëso diçka ti lut në Allahut. O i dërguar Allahut, mëson një lutje ti lut në Allahut. E pastaj i ka thonë salillah al-afia, lutje Allahut me dhon afia. Lutje Allahut me dhon afia, më kon rahat. Thot më kathtu ayaman thumma ji'tu fa qultu ya Rasulullah allimni shay'an as'alu Allah azza wa jall. Thot, prap mas disa ditë erdha i thash, ojder Allah, mëson diçka të lut në Allah te bareke ve taala. Prap i tha, ja Abbas, ja amma Rasulillah. Ka thonë, o Abbas, o mija i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, salillah al-afia fi dunya wal akhirah. Lupi Allahut më kon rahat në dynjë në ahiret. Lupi Allahut më kon dynjë në ahiret. Në dynjë më kon rahat pi problemeve, pi belave, pi sprovave, pi pasigurive, edhe në ahiret më kon domthon prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Por më thjeshtu pak më shumë. E dini ndër vëllezër se pa numër, sa çifte bashkëtorë jetojnë të lumtur, edhe sa familje çojnë shumë mirë mes veti. Mirë po, pasi që ju vinë renët, pasi ju ndreqën renët, pasi ju janë dynjoja prishën, edhe domethënë grindën, edhe mas më të divorcohen. Realisht, këta kur e kanë pasën martesën e shëndosh, ja kanë në afje dhe në bereke. Këta kanë mendu që jo të mungu diçka tjetër. Kur i ka arë që diçka tjetër, i ka arë pa bereqet dhe pa afjet, edhe realisht pastaj domthon u prish gjithçka. Ose sa herë domthon ndërlëzër në jetën tonë na vetë dimi që kena insistuar me ardh dikun, kejt udha u kon me afiet me bereqet, kur kena mbri aty, është zhvesh domthon jeta jonë pe bereqetit edhe afietit. Kur asyje, sot e kom vetëm një fokus që ke trajtes. Salillah al-afia, lutju Allahut për afia, lutju, domthon se kur gusta jap këta. Këtu nuk ka formulë që shfitohet afieti. Nuk ka formulë që shfitohet bereqeti. Realisht ka trajtesa rrugët e bereqetit dhe rrugët e afietit. Ama realisht thelbi është ajo ndort Allahut. Ta jep Allahu, je njëri më i lumtur në dynjë. Nuk ta jep Allahu. Sta jep Allahu bereqetin edhe çket rahatin, domethënë që u shumë jetë. E shënoni Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, që Albani thotë hadithi ose ai pi Muadh ibn Rifa'a, ai pi babës vet, thotë se Ubekri ka dhënë na mojt hutbë dhe ka kajt, dhe thotë kom papë Amen sallallahu alaihi wasallam të mojt hutbë tu kajt edhe ka thonë Isalullah al-afwa wal-afia. Lutni Allahut shumë më ju fal edhe më dhon rahati. Lutni Allahut shumë më ju fal edhe më dhon rahati, fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afia. Sepse mas bindjes në Allahun, kur kujt Allahu si ka dhënë diçka më të mirë se afietin. Mon atë ka bë Allahu mu bind se kjo hak, çtu fitohet xheneti, çtu ruan pi xhenemit, mas se bindjes ka diçka më të mirë në dynjë sa më kon rahat. Kush po thotë kështu? Po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pas yaqinit, pas bindjes nuk ka diçka
më të mirë, më të shtrejt, më të çmuar se sa domethënë rahat. Kështu që Allah Azza wa Jall e shën zemrat e tona, na e lypmi thjesht si fjalë, apo për një na bind me zemër se këtë dynjë është më kon rahat. Sepse na shpesh kena qef më kon rahat, por nuk i kena synim rahatin. Synim e kena shifrën, synim e kena diçka tjetër, jo domethënë rahatin edhe thelbin e asaj domethënë të mirë. Për shembull, a mundet gjithsesi për neve që to, më kanë për shembull punëtor tek dikush, edhe me pas punën shumë mirë, edhe me pas pagën shumë të mirë, edhe më bëj idare, me kryo obligimet familjare, me pas një rahati, ka kohë për familje, ka kohë për shoqëni, ka kohë për shëndet, ka ku diun çka. Këtë terrenet e dynjos i ka mirë me çat punë. Edhe vend dikush edhe ja fikson kry, që ti dështuar nëse si e sipërmarrës. Ti si e sukses shumë në jetë nëse nuk bëhesh i Zoti vetvetes. Edhe ky tash tu ka rahat në punë, i prishet rahatia. Edhe çka ndodh, 20 vjet, 15 vjet me punue, me i dhon zore ku diu çka, e ndoshta jam rrin, edhe ndoshta si jam rrin, realisht thjesht domethënë u koni joshur për numra, jo për rahatin e ka pas. Rahatin e ka pas. Ose për shembull dikush i cili fjala bie për shembull i bëhet fiksim autoriteti. I bëhet fiksim autoritetin kuptimin që këtë çka e menon do të më bëhet thjesht e menon prestigjin, e menon autoritetin, edhe rrëdhëmisht nuk e menon al-baraka edhe al-afia. E shënon Imam Buhariu Muslimi për Hakimin e Hizamit, thot i lypa një pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasuni. Prej thesarit të shtetit, thë mëdha. Sërish i kërkova sërish mëdha. E pastaj dikur e merr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot ja Hakim. Thot ngo Hakim po ta jap një rregull. Keni vëmendje që ky rregull jetik, që ky rregull e përmbledh keq këtë parahatin ton në kohën bashkore që e kena. Thot o Hakim, inna hadha al-mala khadiratun hulwa. Thot dije se pasunia është e gjelbërt edhe amël. Dije se pasunia është e gjelbërt edhe amël. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Thot kush e mbërrin pasunin me zemërgjansi. Qysh me zemërgjansi? Jo që ju ka bo fiksim, jo që ju të shmend mas pasunis. Nuk boft alhamdulillah, mos u boft shnosh. Thot kush e mbërrin, thot pasunin, tu kon rahat, buri ke lehu fi. Allahu i jep bereqet në të pasuni. Allahu i jep bereqet në të pasuni. Thot waman akhadhahu bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fi kalladhi ya'kul wala yashba. Thot ndërkaq ai i cili arrin të pasunia mirë po me shumë lakmi. Arrin të pasunia me shumë, domethënë fiksim, thot e mbërrin, po pa bereqet, sikurse njeri që ha edhe nuk ngopët. Sikurse njeri që ha edhe nuk ngopët. Ose për shembull këtyne që i bëhet fiksim, për shembull me pas një post, ose më koni autoritet shumë. E shoni Muhamedi ibn Muslimi për Abdullah ibn Samurës, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Abdurrahman ibn Samura. Thot o Abdurrahman, la tas'al al-imara, thot mos lyp post. Thot fa innaka in utitaha an mas'ala wakilta ilayha. Thot sepse nëse mbrin den te posti me fiksim që ta mbrin, thot Allahu të lë pa bereqet. Allahu të lë pa bereqet, graj vet pastaj. Thot wa in utitaha min ghairi mas'ala u'inta alayha. Thot nëse të vën posti pa u koni fiksum, Allahu ka më dhon bereqet. Nëse të vën posti pa u koni fiksum, Allahu ka më të ndihmu edhe ka më dhon domethënën bereqet. Kështu që mirësitë kanë kuptimin kur shoqërohen me bereqet edhe me afje, edhe na do të mu lut me bindje, sepse janë shumë të domosdoshme. E shohim Muhamedi Imam Muslimi për Enesit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon edhe viziton një vëlla musliman në Medinë, që i shkon shumë i smut. Edhe për i smujës madhe kishte shumë zajft. Edhe vëna i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij, i thot hal kunta tad'u bi shay'in aw tas'aluhu ya. Thot që këtë periudhë smujës, thot a ki bë do, a i lut Allah të zogjel me të shëru. Thot e kom boni lutje o i dërguar Allahut. Çka ki thonë? Ka thonë Allahumme ma kunte muaqibi bihi fil akhira fa ajjilhu li fi dunya. Ka thonë o Zot, nëse ki më mdënu në akhirat, qatë dënim për shpejtoje në dynjo. Domthonë nëse çka smuja që jam tu dënu për shkak të ahiretit, më mirë pe ek në dynjo se me ek në akhirat. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot subhanallahu la tutiqu. Subhanallah, po ti s'munësh me bajt dënimin e Allahut. Pse je lut kështu? Pse je lut domethënë për shpejtoma dënimin dynjë mos ma lë për ahiret? E pastaj i ka thonë, pse si lutën Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. O Allah, jepna të mira në dynjë, jepna të mira në ahiret. Rahat në dynjë, rahat domethënë në ahiret. E shohim Muslimi për Umar ibn Ubaydillah, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ja ayuhan nas la tatamannu liqa al-adu. O ju njerëz, ka thonë mos synoni me u ballafaqu me armikun. Mos këshirni me u ballafaqu me armikun.
Thot was'alullaha al-afia. Mirë po lutni Allahut më kanë rahat. Ma mirë më kanë rahat se më kanë në kriza, në përplasje, domthonë me armiq. Sa është e rëndësishme lupa Allahut më kanë rahat. Ditën e ka filluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kësaj lutje. Ditën e ka filluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me kësaj lutje. Shënim Muhamedi Abu Daudi, Sheikh Shuaibi thotë hadithi i sahih për Abdullah ibn Merit, thotë lam yakun Rasulullah sallallahu alajhi wasallam yada haula da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Thotë nuk i kalon kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çto dua në mëngjes dhe në mbrëmje. Mëngjes edhe mbrëmje, e që është Allahumma inna nas'aluka al-afia fi dunya wal akhirah. O Allah, të kërkoj afia, rahatin në dynja në akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. O Allah, të kërkoj më kon rahat. Më falë, më kon rahat në fejen time, në dynjën time, në familjen time edhe në pasuninë time. Me po kështu edhe e ka përmbyll pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë ditën, sikur se shënim Muslimi për Abdullah Umerit, tregon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas pi duave kur ka ra me fletën, wa inni thot Allahumma inni as'aluka al-afia, o Allah kërkoj afia me mëdhon, domethënë fund të duas, dhe kështu i ka edukuar edhe ata të cilët kanë ardhur kanë thënë ja Rasulullah, a ka mundësi me na kallzoni dua për mbledhse. Një dua që i përmbledh më krejt, e shohim Muslimi për Abu Malik, ai pi babës vet që kanë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur ka ardhur dikush i ka thonë ja Rasulullah, kayfa adu rabbi, ka thonë çysh mi lut Zotit tem, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë thuaj Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni. Ka thonë o Zot falem, o Zot mëshirom, o Zot jepëm afie, jepëm rahati, edhe furnizam, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë haula tajma'u laka dunyak wa akhiratak. Çtu ta bojmë bashkë edhe dynjon edhe ahiretin. Këtë mirat e dynjës që i menon, edhe të ahiretit janë të falja, mshira, rëski, edhe domethënë rahatia. Ka ardhur dikush, edhe ka vetën Ibrahim ibn Adhemin për shumë mesele. Ibrahim ibn Adhemi ka qenë pikokave më të ndritura të umetit në urtësi, sa që është thënën Lukmani i këtij umetit. Ka thënë, çysh e kupton ti shkosh afje? Ka thënë, nëse do mi kuptu senat, vlerën e vet, thot krahasoj me të kundërtën. Krahasoj me të kundërtën. E thot koncentrohu pak, menoj që be mu kon belajen, sprove, jo i rahatume dhe shesh ka i be mu kon rahat. Imagjinoj për shembull nëse je në shtëpinë më të shtrenjtë të qytetit tan, edhe nëse je njëri me të hyrat më të mëdha, mirë po je në bela me dikën s'u del pi shtëpie. Domethënë ç'kjo rahatia. Nëse do me kuptu ç'ka i be, domethënë mu kon rahat, një pjesë e madhe venët muslimanë sot nuk janë rahat. Ndërkaq na çka të rahati shka e kena në përditshmëri as që menomi si vlerë të jetës. Domethënë as që menon si vlerë të jetës që ti shkon punë ki të shtëpisë rahat, kthehesh pi punës, je udhës rahat, i dorën çka e merr pastaj e konsumon me rahat. Keq që të rahati dikush e ka ëndër me një vend ku domethënë s'u ndel pi shtëpisë, domethënë në shkaku i pasigurisë. Bishr al-Hafi ka qenë për imamave të zuhdit, edhe zahidat atij zamani janë dalluar që kanë hëngur ushqimin shumë varfën edhe shumë dobët. Edhe vend dikush me pyet Bishr al-Hafin i thot bi ay shay'in ta'kulu al-khubz. Po me çka po ngjyn bukën. Tash a kon kjo pyetje me nënçmu, a kon pyetje doni kurrështari të madh? Do me çka po ngjyn bukën? A është ditë në atë kohë se zahidat ose e kanë ngjyn me uthull, ose e kanë ngjyn me krip, me shumë sene të pakta. E i thot Bishr al-Hafi thot adhkuru al-afia wa aj'aluha idaman. Thot teksa po du me ngjy, spikazon me çka ngjyn. Po teksa po du me ngjy, veç për kujtoj që jam rahat e po m'bëhet gjell. Veç për kujtoj që jam rahat, e thot po m'bëhet, domethënë po m'bëhet gjell. Njëri devotshëm ka thonë akthiru min su'ali al-afia. Shumë lut në jetë Allahu më dhon rahati. Wa mal mubtalun al-yawma illa min ahli al-afiyati bil ams. Kan ta shifsh sot sprovum, dje su koni sprovum, u kon afia ka pas dje. Domethënë kur ta shifni njëri sot sprovum, ky u kon dje me afia. Thot wa mal mubtaluna ba'd al-yawm illa min ahli al-afiyati al-yawm. Edhe nesër dosha kanë mos provu janë që sot janë rahat. Nesër kanë mos provu të njerëz sot janë kon rahat. Thot lutni Allahut shumë, një domethënë mu kon rahat, kështu që sado që ti jesh fetar, sado që ti jesh i përkushtuar, shumë ki nevojë një jetë mu kon rahat. Shumë ki nevojë një jetë mu kon domethënë rahat, sepse kjo është domethënë kulmi i përmbushjes. Ka ne ka përmendur Ibn Taymi në një prej librave të tij, po edhe të tjerë, që dikush s'pe përmeni me emër, u konën shumë i dalluar për zohdin edhe devotshmërinë e tij, derisa ka ardhur çasti deregje, ka pas domthon dikim me ato misticizmet të asaj kohe, edhe i ka thonë Allahu Azza wa Jall në një prej vargjeve të tij, thotë walaysa li fi siwaka hadhun fa kayfa ma shi'ta fakhtabirni. Thotë o Zoti jam, s'ka met në zemrën time hise për kërkam përveç se për ty. Domthon mu ka marrë zemra me ty, me dashni. Qysh dush provom? Qysh dush provom se mo jam lidh me ty? E pastaj çat ditë Allah Azza wa Jalla sprovon me një smundje që nuk mund të më kryej nevojat fiziologjike. Edhe pastaj çat shumë i vështirësohet jeta, thotë merr kjo thot ato dhuratat edhe ato
ëmbëlsira që i kishte, thotë ja dhurojke thotë fëmijëve nëpër mektebe dhe thujke ud'u li ammikumul kadhab, bani dua për xhaxhain tuaj gënjeshtar. Se ka menuar që u lidh çat shumë me Allahun, e s'ka nevojë ky për ati. Edhe rrjedhimisht pastaj Allahu subhanahu wa taala domethënë e ka sprovu. Sa është e rëndësishme me lyp Allahut afie. Sa është e rëndësishme me jetu me afie. Sa është e rëndësishme në çdo begati që ka dhënë Allahu, devotshmërinë, ilm, familjen, gruan, fëmijë, këtë në pasuni, që tu Allahu krahas që ti ka dhënë me ta dhënë edhe afien, edhe me ta dhënë bereqetin, asnjëherë në jetë nuk kam mujt me kuptuar thellësinë e plot temën derisa kam dëgjuar në transmetim që e përmend Ibn al-Jauzi në Manaqib al-Imam Ahmed, se si ka ndodhur Imam Ahmedit një rast dhe ma ka përmbledh në jetën time domthonjë çka të kuptim. Çka është ky transmetim? E përmend Halalin, nxënësi i tij, thotë e kam nis Imam Ahmedin duke thonë: "Kuntu ahfadhu al-Quran." Thotë e kam pas mësuar përmend Kur'anin. A ka mirësi më të madhe? Nuk ka. A ka begati më të madhe? Këtë në çdo ëndër kishme me pas më kon hafizat Kur'anit ose më kon fëmijët tonë hafizat Kur'anit. Thotë Imam Ahmedi, e kam pas mësuar thotë hifzën e Kur'anit. Falamma talabtu al-haditha ishtaghaltu. Thot mirë, po kur u mora shumë me hadith, si kur më hupi vakti që e kisha për Kur'anin, edhe e harrova një pjesë të Kur'anit. Fa sa'altu Allah azza wa jall an yamunna alayya bi hifdhihi. Dhe shumë ju kam lut Allahut me ma mësua njerë me mësu Kur'anin. Shumë ju kam lut Allahut me ma mësua njerë me mësu Kur'anin. Thot pastaj walam aqul fi afia. Më po s'kam thon o Zot, mundsoma me mësu Kur'anin fi afia, tu kon rahat. Thot fa ma hafidhtuhu illa fi as-sijn wal quyud. Dhe thot u merreni me mësu Kur'anin në burg kur më ka arrestuar domethënë xhalifja. Madje disa dietarë të tjerë thonë shkaku që shumë ju ka lut Allahut pa afia, sprovën më të madhe në jetë për shkak ka pasën Imam Ahmedi. Pikërisht tema e Kur'anit. Allah ja ka dhënë mu kon burr në temën e Kur'anit. Më po kënena e ka sprovu, i ka mungu domon afia, 14 vjet u kanë domethënë i sprovu. Kështu që këtë pjesë thot Imam Ahmedin thot fa idha sa'alta Allah haja fataqulu fi afia. Sa që i lyp Allahu diçka, lypi fi afia, o Zot, jep ma tu kon rahat. Ma mëso dynjan tu kon rahat, ma mëso pasunin tu kon rahat, ma mëso këtë tu kon rahat. Madje dikush për njerëzve të mirë e ka pjesë të duas që o Allah, nëse ma jep një sen, jep ma tu kon rahat. Edhe nëse s'ma ki bo kader një punë, që ma menën mos me menu heq atë pune. Se shumë njerëz njetë, lodhën, përpjekën, qojnë dekada, ku t'ju në shka, realisht as nuk e ka kader, po edhe me bo me pas kader, ndërsa se ka dhe më thonë në merati, edhe dhe më thonë veç ka humë, kështë që thelbi trajtesës është me artë të qëka pjesa. Për amesë Allah se më dhekën në më gjithë në mbrami shka ke, Allahume inni esaluke al-afu wa al-afiyata fi dini, o dunjaja, o ahli, o mali, o Zot, falem, edhe jepëm afia, rahati, në dinin tem, s'ka thonë njerë në dynjon teme, në dinin tem, në dynjon teme, në familjen teme, edhe dhe më thonën pasunin teme. Kështu që, neve na ikin vitet pa ullzim ose me ullzim, me po shpesh ndodhë që ullzimi s'ka afje dhe s'ka bereqet. Ullzimi s'ka bereqet edhe dhe më thonën s'ka afje, dhe këtu është mirë me kuptu. Që në përdiqëmëri duhet me marrë vetën llogari, a është duke të shoqënu njetë bereqeti, apo nuk është shoqënu bereqetin kuptime. Për shembull, vjen ders, a del pi ders me diçka të bukur? A del me një kuptim të sakt, a të shtot imani, a ka bereqet edhe afje, apo nuk është, ose e curia e përgjithshme jote fetare, a është domethënë me afje dhe me bereqet, apo nuk është. Për shembull, ne kena në shkencën e hadithit një kategori që është një kategori ku matën shkallët e nxënësve. Për shembull, ky ka mësuar te Zuhri 2 vjet, po nxënës më i mirë se ai që ka mësuar 10 vjet. Ky ka mësuar te Zuhri 15 vjet, po i ka transmetimet e dobta. Ky ka mësuar vesh një vjet e gjys, po i ka transmetimet e sakta. Domethënë ky ka hafje dhe bereke, këtij ka mungu afje edhe domethënë bereke. Kështu që për me kuptuar më thellë, për me kuptuar më mirë, qysh mundesh me pas fetari, devotshmëri dukje kështu më radh pa afje. E përmend njëri pi dietarëve që edhe babën e ka pas dietar, pi dietarëve të shekullit 4-5, thotë një herë një thotë kena dalë me babën tem, thotë me shku dikun. Edhe gjatë udhëtimit thotë i na kanë karavan me njerëz, me musliman të mirë, po që na nis për aty ku i na nisën. Edhe thotë natën unë edhe baba im i na çu me fal namaznate. Natën i na çu me fal namaznate. Dhe thotë kur afru sabahi, nëse njerëz më çu me fal sabahun, edhe i thash babës, po çysh su bë kur kush më çu të paktën 2 recate mi fal gjatë natën. Gjithë natën, gjithë kjo natë e gat, pse su çu kur kush mi fal 2 recate? Masi këta i kishin fal ka 2 recate namaznate. E i thot baba i mëshëm, ja bunay law nimta lakana khayran laka min wuqu'ika fil khalq. Thot o birjam,
me pas flet, i shekon më rahat se sa që u fale edhe nise me përgoju njerëz. Domethënë ti ka një herë, tu kon të veprat e mira, tu kon të ibadeti e hu pra atin, jo për ibadetit, por prej budallallokut tën. Për shembull, begaton Allah subhanahu wa taala me kuptu për shembull peshën e namazit me xhamat. Mos u bën tash domethënë mi analizu këtë njerëz kush ku janë. Se të hupa fjeti, pastaj kur të hupa fjeti e shefet ai pa bereqet. Ose ta mundson Allah zë me kuptu peshën e dersit. Mos analizo tash kush shtoar, kush nuk është shtoar, mush me këshillu me ardh mirë po mos u bën ti polici i xhamatit. Sepse nëse bash i saj pastaj bën gibet, bën mbajtje të llavë, bën paragjykime, këtë tu ta prishin nafjen. Se në ditën e gjykimit nuk je rahat, ta kanë me lyp llogaripi para Allahut azza wa xal. Ta mundën mu grinë me ty para Allahut te bareke wa taala, kështu që mundën ndonjëherë njerit me ardh mirat, mirë po domethënë mi hub afijeti. Dhe këtu sidomos kisha pas shef me nënvizu kur afijeti, rahatia të hub me motive fetare. Për shembull, ti e di që këtë shoqënia jote janë të bëni debat aty rreth një teme, a kufër as është kufër. Edhe ti e rahat me mësimet e hoxhës tan. Mirë po bash kur është me shkumingu. Pastaj 6 muaj si e rahat me aty temave. Ti vetë ke prish rahatin. Ose shkon edhe lexon një libër filozofik, thjesht nga kurreshtë tash edhe këta shkatojnë. Edhe pastaj 2 vjet nuk je rahat. Ti vetë ke u pra atin. Ose shkon për shembull aty ka ndodhur diçka me sahabeve, edhe të kanë thonë dietarët mos him me lexuar çka ka ndodhur me sahabët, ti haj ta lexoj se unë jam lexues kritik edhe di me dallue të vërtetën edhe di mos me gaboj kundër çka, tani 2 vjet 3 vjet si rahat. Me çfarë paratie domethënë e ki hu pra atin me motive fetare. Për shembull ti ke ditë që filan hoxha ose filan autor ose filan referenca nuk janë sigurta për fen tonë. Edhe ti bash kurreshtar edhe shkon i ndjek edhe i përcjell dhe i dëgjon. Ti vetja ke prish rahatin vetvetes, edhe pse motivi domethënë ka shumë të mkon fetar, vendi kush ai thot Hatim el-Asamit. Ma të shtehi. Ka thon çka të ka ëndja diçka për një jetë me pas, me shiu. Thot afiyatu yawmin ila al-layl. Thot du më konë rahat një ditë që rahatia më zgat deri natën. Edhe i thot Alejset il ajamu kulluha afia. Thot a nuk i kina në ditët këtë rahat. E pastaj kjo i thot inna afia të jomi alla a'si Allah fi. Thot po veç të one afia, ditë e rahatshme që ditë që si kom bot gjunove Allahut, që ditë që jem kon paqt për gjunove, unë që ditë jem kon rahat. Do natë që tash për shembull që këtë periudhë shumë musliman që gërryn për do temat caktuara, a lejohet me filan pushimi ose filan dëfrimi ose filan gëzimi, a lejohet apo nuk lejohet, a ka alternativa, s'ka alternativë. Veç menoje çysh prishet rahatia, mjafton me kuptu domethënë a ja vlen as ja vlen. Veç menoje çysh prishet rahatia zemrës tonë, çysh prishet rahatia familjes tonë, mjafton domethënë me kuptu. A nuk duhet hiç as fetvas kur xheq. Thjesht veç koncentroj, a është marat pa at apo me at. Thjesht veç bani sinqert edhe mat edhe kimë dal me len Allah azza wa jall me rezultate të sakta. Ibn Qayyim rahimullahu thotë kështu. Inal balaa fi al-haqiqa laysa illa adh-dhunub wa awaqibuha. Thot me këshir hakikat shybe, është sprova kur prekësh për gjunove. Sprova është kur prekësh për gjunove dhe për pasojave gjunove. Qof pasojave në dynjë, qof pasojave në ahiret. Wal afia al-mutlaqa hiya at-ta'atu wa awaqibuha. Kurse rahatia absolute është bindja ndaj Allahut dhe funi që ka menar si rrëdhimi bindjen ndaj Allahut te bareke wa taala. Fa ahlul bala hum ahlul ma'asiya wa in ufiyat abdanuhum. Njerëz provum janë gjunaqartë edhe nëse i kanë trupa të shnosh. Njerëz provum janë gjunaqartë nëse i kanë trupa të shnosh. Wa ahlul afiyati hum ahlut ta'a wa in maridat abdanuhum. Ndërkaq njerëz rahat janë njerëz të devotshëm edhe nëse nuk janë shnosh në trup. Edhe nëse kanë trupin e smut. Sepse është rahat domethënë në zemrën e tij, pastaj vazhdon Ibn Qayyim dhe thot: "Wa qala ba'du ahli al-ilm fi al-athar al-marwi", se përket thot një atheri që është transmetuar, "Idha ra'aytum ahla al-bala fas'alu Allah al-afia", kur ti shihni njerëz të sprovum, lutni më dhon Allahu rahati, thot dikush pi dietarëve për çket hadith ka thon, për çket ather ka thon, "Inna ahla al-bala al-mubtalun bi ma'asi Allah wal-irad wal-ghaflati an". Po thotë thërë kur ti shihni njerëz të sprovum, edhe na mendojmë që veç kur ti shohim me njerëz me nevoja të veçanta, e ku diun çka, thot realisht kur ti shihni njerëz të gjunove, njerëz të gafletit, edhe njerëz që ja kanë kthy shpinën Allahut. Kur ti shihni çeta thonë o Zot, jep na rahatllëk. O Allah, mos na sprovoj çka i sprovu çeta. O Allah, mos na sprovoj çka i sprovu domethënë njerëzit e gjunove, e për me thjeshtësu që këtë po do të mëni shembull që bimi na krejt këtu në këtë shembull. Thot Wahb ibn Ismaili, sikur se ka përmendur Abu Nuaim në Hilya, i na kon thot njerë me Sufjan e Thaurin. Edhe thot ka përcyen thot njerëz të autoritet shumë të shtetit, ka përcyen njerëz të pushtetit, ka përcyen ushtria e shtetit.
Thot feja'ala, thot femarra rajulun min haula'i al-jund feja'ala Sufjan yanzur ilay wa yanzur ilayna. Thot i ka përcyn ata, domethënë eskortat e pushtetarëve, thot Sufjani po na këshyre dhe neve dhe tha pe këshyra ata njerëz. Edhe pastaj tha ka përcej tha një njeri tha isprovum që s'kishte sy. Isprovum që s'kishte sy. Edhe tha na krejt tha nesër me thon Allahumma inna nas'aluka al-afia. O Allah jepna afia. Kur ka përcej tha ky i verberi, tha ne tham o Zot mos na spro, jepna rahatllëk. E pastaj domethënën Imam Sufjan al-Thauri tha e qysh ajo tha kur ka përcyn këta të pushtetit nuk tha o Zot jepna rahati. Po thotë më të sprovum se kishte s'ka sy. Thotë zullumçar. Këta kanë ditë rond gjykimit, këta kanë hak tek njerëzit, këta kanë mallkime, këta kanë hin hak që s'din kuna mi lyp më përpara halal. Thotë këta ku ka përcyn i këshyret me respekt, i këshyret me madhnim. Thotë ka përcej ky verbri, o Zot mos na sprovë sikur ky. Realisht thotë kjo më i sprovum se ky. Realisht kjo është më i sprovum domethënën se sa ky. Përfundon vëllezër, mu lut shumë mu lut në jetë për afia dhe për bereqet, e sidomos me pas lutjen për afia dhe bereqet në udhëzim. Me ta mundsua Allahu subhanahu wa taala çdo vit i udhëzimit më kon shumë vit i bereqetshëm. Mirë po duhet të më spenzierni të vërtet madhe përmendjes. Është një vërtet që neve s'na pëlqen, po është e vërtet që duhet më thonë. Imam Auza'i ka thonë: "El-afiyatu 'ashratu ajza." Që kjo më kon rahat është 10 hise, 10 pjesë. Më kon rahat është 10 hise. Thot 9 ajza minha samt. 9 i mrin të mos fol. 9 i mrin duke hesht. Më thonë, 90% rahatllëket një jetë e ki veç mos u përzi me fol. E 10, hise e 10, thot, wa juz'u minha i'tizaluka 'anin nas. E 10 është rre mos u përzi shumë e njerëz. Njeri shka s'fol shumë. Nuk përzihet shumë e njerëz, o shumë rahat. Madje edhe vllaznit që ngjizojnë dersët janë më rahat se sa xhallar që ligjerojnë. Sepse ky e merr shpërblimin hiç pa fol, edhe hiç pa llogarin që ka realisht ai që u fol edhe ai që ka më dhon dynjë, ndoshta pasoja, po edhe pasoja në ditën e gjykimit. Dikush i ka ardhur te Sufjan al-Thauri, edhe i ka thonë au sini. Ka thonë më jepni këshill? Ka thonë po. Ka thonë hadha zamanu sukut wa luzum al-buyut. Thonë kena ardhur një zaman, është zamani sa më pak me fol, edhe sa më shumë në shtëpi. Është zamani sa më pak me fol, sa më shumë në shtëpi. Kush e ban çeket? Me lehen Allah subhanahu wa taala o shumë rahat, e kom një 10 dhe 100 herë për njënit për djetarëve për mësuesve të Medine, edhe kuptohet atëre kur e kom dëgjuar nuk e kom pas kuptimin atë sa duhet edhe shpresoj tek Allahu më ashtu, mirë po ai kishte sa herë që e pyet kë dikush një pyetje të lehtë që na e dish me talebët, edhe ai nuk doi që sepse pyetja kishte komplikim ose pyetja ka gjallë që do të më pyet pak më shumë çysh e tek, po edhe të tjerë të kanë si fjalitë të shpeshtë që është mirë me e shtin në fjalitë e përditshmërisë të jetës tonë, el-afiyatu la ya'diluha shay. S'po përgjigjen, pse? El-afiyatu la ya'diluha shay. Mu kon rahat, s'ka të pagume. Me për këtë mashep, kur gjon dynjon so sikur mu kon rahat. Domethënë, t'japun një fetva, e çajo mu më komplikon. Ose të jap një përgjigje, më shtimin një temë të kot, ose maranon ditën e gjykimit, më mirë por i rahat s'po të përgjigjen hiç. Thotë el-afiyatu la ya'diluha shay. Elusallahu azza wa jall, me na dhon afia, baraka, me na dhon sharh edhe nur, edhe me na imush zemrat me iman, edhe me na bëj jetën të lumtur dhe me përmbushje kulmore në dynjën e ahiret. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.